Beslidhja po bën një sezon të shkëlqyer në Ligën Unike. Lezhjanët janë në krye të grupit A pas suksesit të fundit të vështirë, por të rëndësishëm kundër Teutës në Durrës. Fitoria e skuadrës Afrin Bilalit 87-80 bën që kampionia e Shqipërisë në basketbol për meshkuj të udhëheq grupin me 4 fitore deri tani, bashkë me vllaznimin e Gjakovës, por këta të fundit kanë një ndeshje më shumë. Përballja në Ramazan Njala të qytetit bregdetar ishte fortë dhe hapur deri në fund, megjithëse lezhjanët për shkak të eksperiencës e menaxhuan mirë takimin dhe ja dolën të fitojnë. Teuta fitoi periudhën e parë 25-20 dhe arriti ta mbajë këtë avantazh edhe në periudhën e dytë, e cila u mbyll në barazim 20-20. Mirë, por përgjigjja e Beslidhjes ishte shumë e mirë në pjesën e dytë të takimit. Ata i fituan të dyja periudat 23-17 dhe 22-18, duke mbyllur të gjithë sfidën me 7 pikë avantazh kundrejt vendasve. Tek Teuta spikati Elian Memçaj me 24 pikë, ndërsa tek miqt Dalon Din me 17 pikë. Për Teutën kjo ishte humbja e katërt në po kaq takime të Ligës Unike. Trajneri Afrin Bilali deklaroi se objektivi i Beslidhjes në këtë edicion është fitimi i Ligës Unike. Ndeshje e fortë, Teuta ka ekip shumë të mirë, normalisht e prisim këtë lloj lufte sot. Por jam i lumtur për rezultatin çimore sepse është ndeshje që na duhej për sa i përket kualifikimit në Final Four në Ligës Unike. Ne kemi një objektiv qartë që kena qef me fitu Ligën Unike këtë vit, por që të shkojmë herë deri në Final Four, pastaj të shohim normalisht si shkojnë gjërat. Por qëllimi dhe objektivi është të fitojmë Ligën Unike. Në grupin B rivaliteti është shumë i madh. Pas ndeshjeve të katërta në grup, udhëheqja Polonia me 7 pikë. Fjerakat rrëzuan nga froni vllazninë e Shkodrës duke mundur këtë fundit në shtëpi me rezultatin e thellë 89-62. Fraksioni i parë u mbyll 17-17, ndërsa periudha e dytë ishte me diferenca të vogla dhe në fund fitoja Polonia 18-17. Shkodranët u dorëzuan përfundimisht në pjesën e dytë duke humbur të dyja periodat me shifra të thella 28-18 dhe 26-12. Në klasifikim, pas Apolonisë, ndjekin Vllaznia dhe Ylli me 6 pikë, si dhe Peja me 5 pikë.